do më lojmë S&P 500, tregun e aksioneve në përgjithësi, indekset kryesore, Nasdaq, gjithashtu dhe ca të tjera. Prap të Discordi, çfarë kam ndarur me anëtarët e mi? Kjo ka qenë vetëm e rezervuar për apprentice trader që janë me pagesa më të mëdha, shikojnë çdo lëvizje me transparencë totale. Kur kam bërë analizën nga data, mendoj që nga fillimi i këtij muajit, data muajit të kaluar, nga data 10, 11, kam bërë një analizë që kam thënë që mendojnë që do bëhet një distribution. Distribution është kur dalin institucionet mbasi një valë serioze për lart që kemi pasur valën e prillit deri të shtatori. Distribution krijohet si struktura që është krijuar në nëntor deri te dhjetor vitin kaluar. Që ishte kështu, shikon? Me fallca për poshtë, por edhe me fallca për lart. Edhe kam vizatuar, çuditërisht ka dalur eksakt. Nuk është gjithmonë që më dalin vizatime kaq eksakt, po shikoje. Kështu për lart, për poshtë, lart, poshtë, shtrëngim, vendosje tregu, këtu do vendoset tregu dhe përputhet me 20, me këtë periudhën e 20 deri te 25 nëntori, deri fundi këtij muajit. Ka lejuar tani këto lëvizje kanë lejuar tregtarët dhe institucionet të dalin, të jepet likuiditet në çmime të larta, që të dalin nga Nvidia. Kemi parë SoftBank, që ka dalur nga pozicioni i Nvidias, nuk disa biliona ka shidhur aksione, te kjo zona, këtu. Ka dalur dhe institucionet e tjera. Gjithashtu unë personalisht njoh tregtar serioz që kanë 10 miliona në menaxhim, që kanë pasur dhe fonde me mënyrë profesionale që menaxhoshin, që më kanë kontaktuar mua dhe kanë thënë që kam dalë komplet nga tregu, më kanë njoftuar shoqëria ime. Që unë e di pak a shumë të sigurt që do bësh një farë distribution duke parë që shikoja shoqërinë time, institucionet njëkohësisht dhe strukturat e tregut që jepshin një farë distribution që po bëhet. Sidomos mbas një rritje të jashtëzakonshme që ka bërë tregu, ku kemi Palantirin 100% rritje, Nvidia 100% rritje nga prilli dhe kështu tjera, shumë të tjera. Dhe kjo po ndodh këtu. Tani duhet dim ose duhet të shikojmë a do mbaj këtu te kjo zona dhe do bëj shtrëngim, një trekëndsh të tillë dhe do thyet ky trekëndshi në fund të muajit që të vazhdoj për lart, ose do dalin lajmet e Nvidias dhe lajmet ngjarjet e tjera negative që bëjnë tregun të ulet pak më thellë dhe të na ofrojnë një mundësi discount, një mundësi ulje në çmimi të çdo aset, që pastaj të fillojmë një valë tjetër si puna e prillit këtij vitit. Kjo do ishte më ideale për mua si swing trader, por gjithsesi edhe po që kemi këtë valën këtu që thym për lart, do kemi disa mundësi që na çojnë deri te 7000, 7200 deri në fundi vitit. Është për të parë, po nga kjo botëm këtu te 6000 ca, që mund vi 6300, një ulje prej 5 deri në 10% të tjera, do ishte perfekte për një rritje deri te 7000 me një valë serioze që në dhjetori deri në aprilli, valë shkurti i vitit tjetër, 3 muaj. Ishte më ideale kjo lëvizje. Nasdaq-u besoj pa një dha strukturë, por duke qenë që sektori teknologjik është shitur më agresiv, kemi pasur këtë ulje më thellë këtu në 2 ditë e fundit, 3 ditë e fundit të tregut, javën e kaluame. Russell, që është më i rrezikshëm si grup asetësh, ka pasur ulje më thellë dhe ka qenë në momentin që ka bërë këtë lëvizjen lart këtu te kjo zona vendimtare që unë kam përcaktuar me javë përpara. Këto janë shpërndarë te Discordi, gjithmonë do të rezervoj ca gjëra për anëtarë që le të themi vlerësojnë shërbimet e mia dhe hyjnë te Discordi. Dhe këto e kam bërë vetëm për ato, por i kam ndarë te mediat sociale duke dhënë analiza. Dhe ja ku jemi tani që ka bërë këtë dipi më të thellë. VIX-i pati një rritje të lartë, pastaj u shit, por vetëm fakti që ka shku te 22 tregon pasiguri të tregu.
Dhe momentalisht çfarë po ndodh? Po blihet dipi. Në për këto zona që bën viksi këto rritje, po blihet dipi. Një strategji shumë e thjeshtë në S&P 500 është bli dipin. Se zakonisht blihet, ja. Keni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bë shitje madhe, bli dipin. Por, ka dhe dipet finale që bën likuidimi final në treg që mund të humbasësh për shembull 30%. Vajzë si e shikon, po bleve dipin këtu te Nvidia nuk e ke më upside si e ke këtu, te dipi para apo dipi dytë. Ku ke pas një ulje të thellë. Unë si swing trader do tregtoja ndoshta kjo zonë këtu ose këtë zonë këtu po pati një shitje.